është atmosfera në Prizrenin e bukur? Përshëndetje Elsa. Përshëndetje Dorot, spori du me ta ulu një majen, ani pëse është dita punëtorëve, sot na e kena zgjedh një profesion i cili nuk ka pushim kor, edhe jena gjithmonë informim qytetarëve. Ashtu si që dhe potencove ti, ndodhë me këto në qytetin e Prizrenit, në qytetin e bukur të historisë, të kulturës edhe traditav, vlen të theksohet se sot si asnjë ditë më parë sa herë që më ka ra me ardhë në qytetin e Prizrenit, ka një numër të çtuar qytetarëve, po më duket Prizreni na u ka bë sikur një farë dursi i Shqipërisë ose sikur me shku në Ulqin, ndoshta kështu. Vlen të theksohet shumë që qytetarët kësaj radhe kanë vendosur shumë që me shku me vizitu Kalajan e Prizrenit, një monument historik i cili ftoi edhe operatorin teknik Regjën na i sjell disa pamje, rruga e cila vetë se çon për te Kalaja e Prizrenit, ka një fluks shumë të madh qytetarëve, të cilët vetë se janë duke shkuar te Kalaja ose më mirë themi kështu nga ato pamje që ne vetë se kemi mujt me i shiku nga këtu poshtë, një numër shumë i madh i qytetarëve vetë se ndodhen në pjesën e lartë të Kalajës. Tjetër është një fakt shumë i rëndësishëm se gjitha kafeteritë e Prizrenit, gjitha vendet janë të stërmbushura me qytetarë, sot që ka shumë qytetarë që ndoshta edhe janë të pritë në radhë gjata për me i edhe me marrë një shërbim. Çka vlen mu theksu në Prizren si kur jo rallëherë, sa herë që vim, hasmi në turist, mirë po kësoj radhe, disa grupe turistëve të përfaqësuar gjithmonë nga ciceronë të ndryshëm, janë duke i vizituar qytetin e Prizrenit, janë duke i vizituar monumentet kulturore të Prizrenit sikur xhamit, mirë po edhe vendet të tjera, shtëpinë e lidhjes Prizrenit edhe vendet të tjera që vetë se i ka ky qytet, ka një fluks shumë të madh qytetarëve, të cilët vetë se janë duke u shërby kështu edhe me ujë të Shadrvanin, ashtu që besojnë të kjo vetë se thënja që është me pi ujë në Shadrvan, do shta dhe martohesh në Prizren, mirë po ka edhe maskota për fëmijë, cilët vetë se janë duke u kënaqur kështu duke i shijuar këto momentet e bukura. Na kena më tentu me ndalë ndonjë qytetare dhe më marr përshtypjet e tij rreth shtetit Prizrenit, atë so do mund. Hajderejt shkojmë të pjesa tjetër, pjesa e urës ndoshta, që vetë se është një numër shumë i madh i qytetarëve që janë duke u shërbyer, mirë po i kemi edhe disa djemë të ri që janë të na priç këtu. Eken, sa e po në kamerën eken, ma botën me dorë që me shku po, që nuk mujto mizo, ka muzik, ka arktim si për tri ashtu edhe për fëmijë, kështu që hajde shkojmë edhe shohim apo mujna me morë ndonjë qytetar në prononcim se çka po na thot për qytetin e Prizrenit, pse kanë vendosur që bashkë për një maj me ardhe dhe me pas një fluks kaq të madh qytetarëve, ani pse se në shumë shtete tjera të botës vetë se protestohet, në Prizren kësaj radhe pas kanë vendosur qytetarët me ardhe dhe me shiju atmosferën. Përshëndetja jeni lodhë. Deshtu mja bo një pyetje, jemi live në transmitim, dhe pse e keni zgjedhur Prizrenin me ardhë? Prizrenit jemi. Prizrenit ko kanë, në regull, faleminderit shumë. Hajde shkojmë këshyrimi ako ndonjë qytetar tjetër, i cili vetë se mundet me na prononcu. Gjithashtu, në Prizren, sa mojtu me vizitu edhe parkun e qytetit, është një numër shumë i madh edhe tek parku, mirë po me i madh është këtu në qendër. Tek parku ka një argëtim ma shumë themi kështu për fëmijë, sepse janë të vendosura në një pjesë të parkut edhe lodra cilat vetë se mujnë shumë qytetar me i shërbyn shumë se vetë se dalin me fëmijë. Që kjo është atmosfera e cila është për një maj këtu në qytetin e Prizrenit, një atmosferë goxha e lezetshme. Mujshme me marrë ndonjë qytetar ani pse shumë po kanë hezitim më ndalë para kamerave. Regjë, sjellni pamje edhe prej pjesës tjetër qytetit, e cila është ura, ose kështu ma mirë me thonë tek lumi i cili vetë se ndonë qytetin e Prizrenit. Presim ndonjë qytetar që të shkojmë tek pjesa tjetër. Përshëndetja jeni lodha, unë jam javë një pyetje. Pse vendos të marrë në Prizren për një maj? Ama nuk jemi asë... Je Prizrenit? Jo. I cili vend? Tetovës. Tetovës. Të prej Tetovës keni ardhur në Prizren? Po, për... Jeni ardhur për një maj, a keni ardhur për... Jo, për të shtetit, vetëm nuk e festojmë majin, do më thamë për shtetit. Që shpjo doket Prizrenit? Një qytet i bukur, kemi ardhur shpesh vjem, për ndryshe pse është afër Tetova me Prizrenin, edhe ka një ambient, një esej shqetitore. Që shpjo doket kjo atmosfera animojit, goxha shumë? Shumë mirë, në përgjithësisht, po. A i kështë krahasu me Tetovën a jo? Krahasim, jo. Prizreni ma bukur është, ama si qytet Tetova pak ma ndryshë është. Udhëheqësit e qytetit, komuna, ai pakës është jo në punim të mirë. Për qytetarët, për që aty është. Ka e pëlqen do shta kështu të mas shumë të Prizren, ushqimi, apo vizitimi ndonjë monument? Se ushqimi çdo ku njësoj është. Ase, ama si ambient, qytetë, ja Kalaja këtu. Pse nuk e festoni një majin? Më the që nuk e festoni majin, pse?
Po nuk e festojmë se pse të festojmë qka, për shkajt. Për drejtat e punëtorëve. Ndoshta. Po unë edhe pse nuk jam punëdor, po marrë parasysh, jam vetë punëdhënës, mirë po, Ajo ki bosët pushim punëtorëve. po, pa qete, po. A pse edhe unë jam i lindur bashkë për 1 maj. Për një maj. Po, aty ditëlindjen pra. faleminderit, po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi edhe qytetarë që padyshim kanë ardhur prej vendeve të ndryshme. Një ndër to ishte edhe një qytetar nga Tetova, i cili vetë se i ndajti përshtypjet e tij rreth qytetit të Prizrenit. Ndoshta po kalojmë edhe pak te pjesa tjetër e qytetit, edhe po shohmë se çka tjetër është të ndodhur në Prizren. Aktualisht ka një numër shumë të madh qytetarëve, mirë po që shpeshherë për arsye të ndryshme personale janë duke hezituar që të ndalen edhe të prononcohen para kamerave. Përshëndetje ai Lodha, më ta po një pytje. Jo. Ka shumë qytetarë po që nuk po na folin. Hajde shkojmë edhe shojmë. Përshëndetje ai Lodha, më ta po një pytje. Kjo është atmosfera dhurat qytetin e Prizrenit. Ka shumë qytetarë që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme të Kosovës, prej qyteteve të ndryshme kanë zgjedhur qytetin e Prizrenit, tani pse Prizreni njihet domethënë edhe për të kaluarën e tij historike si një ndër qytetet me monumente kulturore më shumë na më thon kështu në Kosovë, që ndoshta kjo është një ndër arsyet sepse qytetarët vetë se kanë vendosur më orë në Prizren. Këto janë gjitha informacionet e fundit nga Prizreni. Kjo është atmosfera që po mbizotron në këtë qytet në festën e 1 majit, tani pse shumë qytetarë kanë vendosur me dalë më kënaqë dhe jo ndoshta me protestu për të drejtat e tyre në vendin e punës. Nëse nuk keni diçka me pyet, po e kaloj linjën tek ju në studio. Shumë faleminderit Elsa, shumë faleminderit Zotriut, i cili na tregoi pak a shumë për veten.